Identifikohen 20 persona që dyshohen se i kanë vënë zjarret. Kryeministri kërkon që zjarrvënia të trajtohet si vepër terroriste. Gjashtë muaj pas tragjedisë në Koçan, familjarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Ministri i Arsimit pranoi se mungojnë libra në të gjitha shkollat. Shqipëria bën edhe një hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, çelen edhe 4 kapituj të rinj. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski akuzoi se ka qendra pushteti që po përpiqen të mbjellin frikë dhe panik tek qytetarët para zgjedhjeve lokale. Ai sqaroi se Ministria e Punëve të Brendshme ka identifikuar 20 persona për zjarrvënie të qëllimshme ditëve të fundit. Kryeministri bëri thirrje që të bëhen ndryshime ligjore, të cilat zjarrvënien do ta klasifikojnë si terrorizëm. Kryeministri Kristian Mickoski beson se edhe zjarrvënia në servisin e makinave në Pintia këtë mëngjes është në vazhdën e zjarrvënieve të qëllimshme nga qendra të fuqishme që synojnë destabilitetin e vendit. Ai bëri me dije se Ministria e Punëve të Brendshme ka identifikuar rreth 20 persona për të cilët ka dyshime të bazuara se ata qëndrojnë pas zjarreve. Ai përsëriti qëndrimin se ka qendra pushteti që po përpiqen të mbjellin frikë dhe panik tek qytetarët para zgjedhjeve. Janë identifikuar rreth 20 persona për të cilët ka dyshime të arsyeshme se ata qëndrojnë pas këtij procesi. Në të njëjtën kohë, kemi pasur raportime të saktuara që kemi mbledhur në ditët e fundit dhe në një veprim të koordinuar, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mjedisit do të veprojnë në ditët në vijim. Kështu që për fat të keq, ka struktura që po përpiqen të sjellin paqëndrueshmëri dhe trazira në këtë mënyrë, por siç thash, ata do të komplotojnë, do të vjedhin, do të mbjellin, ne do të punojmë ndershmërisht, do të luftojmë dhe në fund do të fitojmë përsëri. Kryeministri bëri thirrje që të bëhen ndryshime ligjore të cilat zjarrvënien do ta klasifikojnë si terrorizëm. Në kuadër të procedurës parlamentare, diskutova me koordinatorën e grupit parlamentar të VMRO-DPMRE që urgjentisht të bën ndryshime në ligje që do të kualifikojnë zjarrvënien si akt terrorizmi dhe hedhja mbeturinave aty ku nuk e ka vendin do të jetë një tjetër vepër penale e dënueshme me burgim prej më shumë se 5 vjetësh. Rreth orës 4 të mëngjesit është shkaktuar një zjarr në servisin e makinave në zonën e Kamenikut në Pintia. Në videon që po qarkullon në rrjetet sociale shihet një person i maskuar duke derdhur lëng të ndeshshëm mbi disa makina dhe duke u vënë flakën. Këtë periudhë për një kohë të shkurt ka ndodhur shumë zjarre në rajonin e Shkupit, ku janë ndjegur deponi, servise makinash e fabrika me mbetje të rrezikshme. LSDM-ja ka kritikuar strategjinë e kryeministrit Kristian Mickoski, i cili pretendon se disa qendra të pushtetit po koordinojnë sulme hibride në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësia e LSDM-s Bogdan Kakuzeska ka deklaruar se kreu i qeverisë nuk dha asnjë dëshmi, ndërsa këtë retorik e dëshmoi ministri Toshkovski. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzevska në një konferencë për media theksoi se nga kryeministri Kristian Mickoski, opinioni publik ka qenë dëshmitar i shumë deklaratave manipuluese, ku nga deklarata e fundit ai pretendoi se pas zjarreve në Maqedoni të Veriut qëndrojnë qendra të huaja të fuqisë dhe sulme hibride. Kuzevska thot se në vend që të ofrohen dëshmi, informacione të besueshme, përgënjeshtrimi erdhi pikërisht nga ministri i tij i punëve të brendshme, Pançet Toshkovski. Fjalët mund të shkaktojnë frikë, panik apo të ndikojnë në stabilitetin e shtetit. Është jashtëzakonisht e papërgjegjshme që një kryeministër të lejojë vetes të bëjë pretendime pa fakte dhe prova, vetëm për të shpëtuar lëkurën e vet politike. Kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk janë vetëm të paaftë. Ata janë një rrezik për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, rrezik për institucionet të cilat i kanë degraduar në zero dhe rrezik për shtetin në tërësi. Kuzevska thot se opinioni e di se kryeministri ka keq përdorur situatën e sigurisë dhe institucionet për të fshehur paaftësinë në përballjen me zjarre dhe se në tetor të vitit të kaluar, Mickoski nga foltoria e kuvendit akuzoi se ishte i djegur me dron, ku asnjëherë nuk u publikuan prova dhe rasti i paralajmëruar në bujë përfundoi në dështim, theksoi ajo.
Gjithashtu, zëdhënësja e LSDM-s tha se Mickoskit nuk mund t'i besohet, sepse fjala e thënë publikisht nga një kryeministër ka peshë dhe mban përgjegjësi të madhe. Sot mbushen 6 muaj nga tragedia në diskotekën Puls në Koçan, ku humbën jetën 62 të rinj. Gjykimi nga 34 të akuzuarve ende nuk ka nisur, ndërsa familjarët dhe të afërmit e viktimave të tragedisë vazhdojnë marshin për drejtësi. Seansa gjyqësore ndaj të akuzuarve për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, ku humbën jetën 62 të rinj dhe mbi 200 u plagosën, ende nuk është saktuar. Prokuroria ka dorëzuar akt akuzë ndaj 34 personave dhe 3 kompanive, ndërsa gjykata po shqyrton mbi 40 ankesa. Procesi është vonuar, ndërkohë që prindërit e viktimave çdo javë organizojnë marshin e engjëve për të rikujtuar institucionin se drejtësia nuk ka ardhur ende. Zjarri shpërtheu natën mes 16 dhe 17 marsit të 2025 rreth orës 2:30 për shkak të mjeteve piroteknike që ndezën materialin e djegshëm në tavan. Brenda pak minutash, i gjithë klubi u përfshi nga flakët. Të rinjt nuk patën mundësi të shpëtonin, pasi kishte vetëm një hyrje. Hetimet zbuluan se diskoteka punonte pa leje të vlefshme, pa dalje emergjente dhe me kapacitet të mbushur. Sigurimi privat nuk ishte kontratë të rregullt me klubin dhe nuk i kishte kontrolluar as vizitorët, as kushtet e sigurisë. Ndër të akuzuarit janë ish kryetar të komunës së Koçanit, ish ministri i ekonomisë, zyrtar të ministrive dhe inspektor shtetëror. Në listë përfshihet edhe pronari e firmës që përgatiti dokumentacionin teknik të rrem, si edhe djali i pronarit të diskotekës. Rasti u transferua nga gjykata themelore e Koçanit në gjykatën penale Shkup për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe resurseve. Ndërkohë, prokuroria ka ngritur një akt akuzë të re edhe ndaj pronarit të vërtetë të firmës së sigurimit të Rubicon, i cili sipas hetimeve ka vepruar në kundërshtim me rregullat e sigurisë dhe më pas kanë tentuar të hapë kompani të re në Strumic për të vazhduar aktivitetin duke fshirë përgjegjësinë. Çdo të shtunë, prindërit dhe të afërmit e viktimave marshojnë në marshin e engjëve, duke përsëritur mesazhin e tyre: kur më një tragjedi e tillë, mjaft me korrupsion dhe manipulime që marrin jetë njerëzish. Përveç në Koçan, thirrje për tubime simbolike janë shpërndarë edhe në Shkup për të nderuar jetët e shuara dhe për të kërkuar drejtësi. Nën kryetari i BDI-s Arber Ademi ka akuzuar kryetarin e VMRO-s Kristian Mickoski se po përpiqet që ai të vendosë për fatin e shqiptarëve. Ademi tha se kur Mickoski thot BDI të zhduket, ai thot se shqiptarët nuk kanë të drejtë të vendosin vetë se kush i përfaqëson. Mbrëm kryetari i VMRO-s Kristian Mickoski para gjithë opinionit publik në Maqedoni e zbuloi hapur thelbin e politikës së tij. Qëllimi i këtyre zgjedhjeve është që BDI të zhduket nga skena politike. Me këtë konkluzion vjen nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arber Ademi, përsa u përket deklaratave të kryeministrit Kristian Mickoskit. Ndërsa më tej, Ademi shton se Mickoski vetëm se e konfirmoi vërtetësinë e asaj që BDI e ka thënë me muaj të tërë, që Mickoski dëshiron të jetë ai që vendos për shqiptarët dhe në emër të shqiptarëve. Ideja e Mickoskit, vegël e projektit famkeq të botës serbe, është të pengoj bashkimin dhe përfaqësimin e fuqishëm të shqiptarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ai dhe patronët e tij nga veriu do të mund të vazhdojnë të poshtrojnë popullin shqiptar, duke mbajtur në pushtet politikanë shqiptar të nënshtruar e të dobët, si ata të Vlenit, që heshtin vetëm për të ruajtur karriget e tyre. Kur Mickoski thot BDI të zhduket, ai thot se shqiptarët nuk kanë të drejtë të vendosin vetë se kush i përfaqëson. Sipas Ademit, Mickoski pretendon se ka ardhur koha që dikush tjetër, më saktësisht ai të përcaktoj se cili shqiptar është i pranueshëm, cili mundet të ulet në tryezë e cili jo. Ai thotë se ky është një tentim për pastrim politik, që do t'i kthehet në bumerang. Për më tepër, Ademi thotë se Vlen është projekti i tij për një skenë politike shqiptare të kontrolluar dhe se qytetarët këtë e shohin, e ndjejnë dhe e dinë. Prandaj, siç tha ai, këto zgjedhje nuk janë vetëm për komunat, por se për të vendosur nëse do të kemi një përfaqësim politik shqiptar dinjitos e të fuqishëm, apo do të lejojnë të tjerët të na diktojnë jetën politike. Kryeministri Kristian Mickoski ka vazhduar me akuzat se Levica dhe BDI po bashkëpunojnë në komunat Tetov, Gostivar dhe Strug, ndërkohë nën kryetari i BDI-s Arber Ademi ka mohuar akuzat dhe ka akuzuar Mickoskin se i ka imponuar kandidatët e tij në Vlen.
Nënkryetari i BDI-s Arber Ademi ka deklaruar se mes BDI-s dhe Levicës nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi pas akuzave të kryeministrit Mickoski se Levica ka nxjerr kandidat në disa komuna me shumicë shqiptare, me çka po tenton ta shpëtojë BDI-n. Sipas Ademit, VMRO çdo herë ka patur kandidat e tani nuk ka në Strug, Çajire, Tetov. A e parashtroni pyetjen se pse nuk ka kandidat? Pse nuk ka kandidat nga rradhët e VMRO-s? Ndërsa zoti Mickoski ka kandidatët e tij. Ai ka imponuar kandidatët në Vlen, se kush do të del për kryetar komune në Vlen. Ai ka përcaktuar se kush do të del kandidati i pavarur, në mënyrë që të ndodh asimilimi politik i shqiptarëve, e që ai të vazhdojë edhe më tutje me revizionizëm të drejtave kolektive të shqiptarëve. Kryeministri Kristian Mickoski edhe një herë deklaroi se bashkëpunimi midis BDI-s dhe Levicës në Tetov, Gostivar dhe Strug është i dukshëm dhe se qëllimi i tyre është të ndajnë votat anti-BDI. Sipas tij, shanset që kandidati për kryetar të Levicës të fitojë në Tetov, Gostivar apo Strug nuk janë as teorike, por shanset e një kandidati për kryetar të komunës në Veles apo Shqip janë në nivel teorik. Pse në qytetin e lindjes së kryetarit të Levicës nuk kemi kandidat? Pse në Shtyp, që është qyteti i lindjes së një antari tjetër të kryesisë së Levicës, nuk kemi kandidat për kryetar komune, por pikërisht në komunët e Tetovës, së Gostivarit dhe Strugës, ku është e qartë se kandidatët për kryetar komune të BDI-s do të humbasin, sepse shumica dërmuese dhe ndjenja midis banorëve në ato komuna dhe humori është anti-BDI. Para disa ditësh, Partia Levica shpalosi kandidatët e saj në komuna me shumicë shqiptare në Strug, Tetov e Gostivar. Zgjedhjet lokale do të mbahen më 19 tetor. Nga koalicioni Vlen informojnë se është mbyllur përfundimisht deponia ilegale në Nikushtak, e cila sipas tyre për vite me radhë ka helmuar ajrin dhe shëndetin e banorëve të Likovës dhe Haraçinës. Ky vendim nga Vlen sqarojnë se është bërë mundur fal ndikimit të drejt për drejt të zëvendës kryeministrit të parë Izet Mexhiti dhe zëvendës kryeministrit Arben Fetai, të cilët ata theksojnë se kthyen një problem të lënë pasdore nga BDI në një prioritet shtetëror. BDI për 20 vite shtojnë nga koalicioni qeverisës i la shqiptarët të jetojnë mes mbeturinave, ndërsa vet u pasuruan mbi kurrizin e tyre. Ne sot i mbyllëm mbeturinat e tyre, por me 19 tetor qytetarët do të mbyllin vet edhe karrierat politike të fosileve të BDI-s. Likova, Haraçina dhe çdo komunë shqiptare nuk do të jenë më varreza e plehrave të BDI-s, as të mbeturinave, as të korrupsionit, as të tradhtisë politike, theksojnë nga Vlen. Gjysmë muaj pasi ka nisur viti i ri shkollor, Ministri i Arsimit pranon se mungesë librash ka në të gjithë vendin, edhe pse deklaratat e saj në fillim të këtij viti shkollor ishin se libra do të ketë për të gjithë nxënësit pa përjashtim. Ministra Vesna Janevska madje thotë se libra do të mundohen që t'i sigurojnë përmes donacioneve. Gjithashtu ajo pranoi se ka një keq shpërndarje të librave dhe se në ato shkolla ku kanë dërguar libra më shumë se sa që ka nevojë shkolla, do t'i transferojnë në për shkolla ku ka mungesa. Për fat të keq, në mbar vendin kemi mungesë të librave, por po mundohemi të sigurojmë donacione për një pjesë të madhe të librave që janë më të rëndësishme dhe besoj se do të arrijmë sukses. Gjithashtu ka një shpërndarje jo të duhur, kështu që atje ku ka libra shumë i dërgojmë në shkolla të tjera, por për fat të keq, mbar vendit në shumë shkolla ka shembuj të tillë. Në Bruksel, sot është mbajtur konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku janë hapur 4 kapituj të rinj të grup kapitullit me temë Agenda e gjelbërt dhe ndërlidhje qëndrueshme. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se presin me padurim të çelin grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti.
Shqipëria ka hapur sot grup kapitullin e parafundit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në konferencën e 6 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian u hapën 4 kapituj të rinj të grup kapitullit me temë Agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Në një deklarat për mediat në Bruksel, komisionerja e BE-s për zgjerrje Marta Kos u shpreh se Shqipëria ka bërë një punë mjaft të mirë dhe ka ecur me hapa mbreslënëse në hapjen e kapitujve, duke inkurajuar që të vijojë me këtë ritëm, por duke përfshirë edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat. Ky rezultat është rrjedhojë e punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat përgjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti. Pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar, ne e dimë që reformat që ju kërkojmë kandidatëve tanë ndonjëherë nuk janë të lehta. Kërkojmë ndryshime themelore, por vendi juaj, i dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur dhe se BE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se presin me padurim të hapin grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti, duke shtuar se ai e di që kjo është shumë ambicioze, por shtoi se është ajo çfarë duan të bëjnë. Finally had our first ever. Më së fundmi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën, kështu që kjo është një perandori pjesës së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi, ku më së fundmi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e liritë e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Ndërkaq ministrja daneze e çështjeve evropiane Marie Bjerre tha se konferenca e sotme është një hap domethënës për Shqipërinë dhe për BE-n. Ajo shtoi se zgjerimi është bërë një nevojë gjeopolitike dhe se duhet të ecim përpara me zgjerimin, sipas saj, për një BE më të fortë dhe më të sigurt. Ajo shtoi gjithashtu se zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze të BE-s. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin ka vazhduar me dëshminë e tij në rastin e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish krerëve të tjerë të UÇK-s në gjykatën speciale në Hag. Për veprimtarinë politike, Adem Demaçi, Rubin tha se pati një telefonat të ashpër me Madeleine Albright, ku kishte thënë se ose do të bëhej pavarësia ose do të vdisnin të gjithë. Më kujtohet shumë mirë, por na u duk se ishte një person që kishte autoritet jo fizik apo vertikal, por ideologjik. Hashim Thaçi mendonte se kishte nevojë për një person si Adem Demaçi që ta shtynin pak çështjen e pavarësisë. Ai nuk ka thënë që nuk duan pavarësi, por jo tani në këto momente, dhe ai donte të tregonte se çështjen e pavarësisë mund ta diskutojmë pak më vonë. Demaçi thoshte o pavarësi o le të vdesim, ka thënë Rubin. Rubin tha se sipas tij kjo ishte një shenjë që Thaçi kishte nevojë për Demaçin. Sipas meje kjo ishte një shenjë që Thaçi kishte nevojë që Demaçi të thoshte që ta shtyjmë pak më çështjen e pavarësisë. Prandaj zoti Demaçi ishte e prori i tij nga vendimarrja në këtë grup. Ai kishte nevojë për mbështetje ideologjike nga themeluesi apo personi kryesor ideologjik, ka thënë James Rubin, tha se kjo fjali o pavarësi o do të vdesim të gjithë ju duke egër. Ushtria izraelite njoftoi se ka nisur ofenziv toksore për të pushtuar qytetin e Gazës, i cili ndodhet në veri të ripit të Gazës. Në një deklarat me shkrim, ushtria izraelite tha se sulme toksore në qytetin e Gazës filluan natën. Mëtej u tha se 2 divizione pa marrë pjesë aktualisht në sulme toksore dhe një i tretë do t'ju bashkohet ditëve në vijim. Raportohet se sulmet filluan në periferitë të qytetit të Gazës dhe se një rrethim i qytetit ishte planifikuar në ditët dhe javët në vijim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një seancë dëgjimore për gjyqin për korrupsionin tha se ata kishin nisur sulme të dhunshme në qytetin e Gazës. Qeveria izraelite dëshiron të evakuojë me forcë pjesën veriore të Gazës, ku jetojnë rreth 1 milion palestinez. Për të arritur këtë, Izraeli synon të pushtojë Gazën, ku kanë gjetur strehim gati 1 milion palestinez dhe të dëbojnë atë në jug të enklavës.
Izraeli ka kryer gjenocid kundër palestinezëve në ripin e Gazës, tha në një raport historik të publikuar sot Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit të OKB-s mbi territorin e pushtuar palestinez përfshir Kudsin, Lindor dhe Izraelin. Komisioni i kërkoi Izraelit dhe të gjithë shteteve që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore sipas ligjit ndërkombëtar për t'i dhënë fund gjenocidit dhe për të ndëshkuar atë që janë përgjegjës për të. Pas 2 vitesh hetimesh mbi ngjarjet që nga 7 tetori 2023, Komisioni arriti të përfundonin se autoritetet dhe forcat izraelite të sigurisë kryen 4 nga 5 akte gjenocidale. Sipas kryetares së Komisionit Navi Pillay, përgjegjësia për krimet mizore bie mbi autoritetet izraelite në nivelet më të larta, të cilët kanë orkestruar një fushat gjenocidale për gati 2 vjet me qëllim specifik për të shkatruar grupin palestinez në Gaza. Ushtria izraelite ka vazhduar ofenzivën brutale në ripin e Gazës duke vrarë gati 65.000 palestinez që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatruar enklavën, ndërsa ekspertët kanë shpallur zi buke atje. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.